Organizimi edhe i një procesi të ri dhe të parakohshëm zgjedhor për Kuvendin e Kosovës, vetëm brenda një kohë të shkurtër pas përmbylljes së zgjedhjeve, gjithashtu të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, sigurisht se përbën sfidë për KSZ-n dhe stafin e tij. Megjithatë këtë, KSZ si institucion i përhershëm që detyrë kryesore ka organizimin e zgjedhjeve, do të veprojë në përputhje të plotë me mandatin kushtetues dhe ligjor, si dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të reja kurdo që kërkohet. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka diskutuar lidhur me këto çështje, por sigurisht se nëse do të ketë pra një proces të ri zgjedhor, atëherë KSZ fillimisht në forumet e veta do të diskutoj për çështjet e buxhetit dhe pastaj do të bëj edhe planifikimin e nevojshëm i cili si zakonisht i dërgohet për miratim qeverisë Kosovës. Nëse pra do të kemi një proces të parakohshëm zgjedhor, pra ai do të organizohej në afate të shkurtra kohore. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme parasheh mundësinë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë shkurtimin e afateve kohore të aktiviteteve të ndryshme dhe të përshtas ato me rrethanat, pra me ditët që ka në dispozicion për organizimin e këtij procesi zgjedhor.